Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. E mbani mend serialin Herçaj? Ndahet nga jeta në moshë të re aktori i njohur turk. Seriali Herçaj ka qenë ndër serialet më të pëlqyera që është transmetuar në televizionet shqiptare disa vite më parë. Ai arriti një rekord shikueshmërie dhe edhe pse kanë kaluar disa vite, pothuajse 2 vjet, përsëri e mbaj mend shumë mirë historinë që na ngjiti pas këtij seriali dhe aktorët protagonist. Kujtojmë këtu disa prej aktorëve që fituan më shumë popularitet, protagonistët e këtij seriali, të cilët ishin Akin Akinozu, i cili luante rolin e Miran Aslanbeyt, Ebru Shahin, që luante rolin e Rejanit, Gulçin Santirçoglu, që luante rolin e Aslanbey Sultanit, Serhat Tutumluer, që luante rolin e Hazar Shadoglu. Pikërisht për aktorin Serhat Tutumluer, kemi lajme jo të mira në ditën e sotme, duke qenë se bëhet me dije nga media turke që ai ka ndruar jetë në moshën 49 vjeçare. Një moshë relativisht shumë e re për të larguar nga kjo botë. Kujtojmë këtu që aktori i njohur turk, përveç aktrimit, ka mbaroi studimet në sociologji në Universitetin e Sociologjisë, por më vonë vazhdoi dhe u fut të rrugës së teatrit dhe filmit. Disa nga filmat më në zë që ai ka luajtur ndonjëherë janë Ara, ku luante rolin e Veliut, është Herçaj që nga ku mori një famë të padiskutueshme me rolin e Azarit. Një tjetër film është Kiskan Kam, që luante rolin e Halitit dhe shumë të tjera. Madje ai është nderuar dhe me çmime të ndryshme si aktori më i mirë i vitit apo aktori bashk protagonist. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin Metropol. Gjithashtu, klikoni zilen për të marrë çdo informacion.